Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 8, muaj është i 7, viti 2026. Sot është e mërkur dhe ishte gjithë ditën, jemi pak para mesnate. Se do krijoj një të llovi e cila nga hiç gjë u bë top 1 lajm në gjitha mediumet në Ballkan, jam duke përcjell edhe në Serbi po shkruajnë për të, po shkruajnë edhe në Maltezi, po shkruajnë edhe në Bullgari, edhe në Greqi nuk kam mundër të i përcjell sepse nuk e njoh gjuhën dhe nuk ma përkthen te. Dhe bëhet fjalë për sot në kufi, pra në qafë thanë, aty ku është problematike. Dhe mire bën. Nikoloski që thotë, ja, dhe ndrojmë, mire bën. Për vlenin tash ka një arsye tepër, i ka kthyer prap nga kufiri 4 përfaqësues të qeverisë aktuale nga Vleni, shteti shqiptar. Akuzat të ndërsjella, pse si? Në këtë ekip ka qenë Begin Qoku, koordinator i grupit parlamentar, ka qenë Adnan Azizi dhe ka qenë Mirtezani një, kurse kisha dëgjuar, po tash dëgjova se ishte në qeveri sekretar shtetëror. Dhe. Pra, i ka kthyer prapa, për ka lajme ekstreme, nga ajo që shkohet se për shkak të aktivitetet e tyre nga prapavia në protestat në Shqipëri, e deri te ajo se njëri prej tyre ka qenë i dyshimt dhe ka qenë i financuar nga shtetet të cilët shteti shqiptar i ka vlerësuar si të dëmshme. Dhe pra, edhe njëherë janë kthyer prapë nga kufiri deputeti Bekim Qoku, Adnan Azizi dhe Asim Mirtezani, zëvendës sekretari i përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Dhe. E përdori këtë si shpresë dhe sepse është lidhë se me çka ti lidhi fjalët. Pra edhe njëru kërkoj falje atyre të cilët më përcjellën nga njerë, atë vërheqjen, unë i pranoj të gjitha vërheqjet, sepse jam i hapur, open, por nuk mund të gjej, atëherë duhet t'i kthehem, nuk është pra kjo që duhet të ndodh, sepse Maqedonia vërtet ka halle të ndryshme. Por këta 3 tipat, edhe njerë të rriqim nga jo për këtë zëvendës sekretarin e përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë Asim Mirtezani, nuk e di kush është një bashkë djalosh. Pra, është vërtet një situatë mjaft interesante. Çfarë nuk u tha? Kanë plasur rrjetet sociale. Pra, lajm në një cili pas dite. Pra, Fej Konica ka thënë këtë, o Zot, ruaj Shqipërinë nga shqiptarët, ose përcjell në njerë si ruaj Zot Shqipërinë për shqiptarët se nga hasmi e ruajnë vetë. Historikisht, Konica mendon se ka formuluar këtë thënie metaforike rreth vitit 1913, në një periudhë shumë të ndërlikuar dhe të brisht për shtetin e ri shqiptar. Unë bëha me mend shumë dini. Cili ka qenë kontesti dhe kuptimi për çarja kombëtare. Me njerë sa është krijuar shteti shqiptar, 12-ën, 13-ën, veç ka pasur shumë lëvizje. Konica ishte thellësisht i zhgënjur nga egoizmi, rrymjet e brendshme, tradhtit dhe mungesa e vizionit shtetëror nga ana e vet politikanëve dhe elitave shqiptare të asaj kohe. Shqipëria sot në vitin 2026, pra 113 vjet më vonë, ndodhet në një fazë vendimtare të negociatave për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Në këtë periudhë, shteti shqiptar po thekson sigurinë kombëtare, luftën kundër ndikimeve të huaja dhe forcimin e institucioneve, çështje që lidhen edhe me standardet e sundimit të ligjit të sigurisë. Shqipëria ka pasur përplasje të forta me Iranin në vitet e fundit, përfshin ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike pas sulmeve kibernetike që autoritetet i atribuon Iranit. Nëse dikush ka lidhje me interesat e huaj, qëtësioni sigurisë në shtetit, institucionet shtetërore të shtetit shqiptar duhet të veprojnë pa hezitim. Analfabetizmi politik shfaqet pra kohëve të fundit kur ngatron qëllimisht dy gjëra krejt të ndryshme në këtë situatë. Lista zesë amerikane është një mazë zyrtare e Departamentit të Shteteve të Bashkuara Amerikane, e bazuar në legjislacionin amerikan dhe me pasoja konkrete si kufizimi i hyrjes së SBA për shkak të akuza për rrezikim terrorist ose korrupsion. Ndërkohë, çdo listë që lidhet nga Edi Rama duhet parë sipas kontekstit. Nëse bëhet fjalë për listë administrative ose politike të hartuara nga qeveria shqiptare, ato nuk kanë të njëjtën peshë juridike apo ndërkombëtare. Prandaj, krahasimi i tyre si të ishin një të gjë nuk qëndron. Nëse dikush e përdor këtë krahasim për propagandë politike, më shumë tregon mungesë argumentesh se sa forcë politike. Në aspektin neonacionalist shqiptar, lista e shtetit Shqipëria është më e rëndë. Partinë politike të parën shqiptare në Maqedoni, PPD, në vitin 1994, unë asoj isha korespondent i RTK-s dhe RTS-s nga Maqedonia. E paketoi dhe e dërgoi
në histori lista e zezë e PD-s së Sali Berishës. I vuri në atë listë të gjithë deputetët e PD-s sikur spione. Të bashkë. Dhe, unë e kam thyrë pak të edhe në humor sot. Muhabet e tetovarshe. Këto që janë në listën e zezë të shtetit A në Shqipërisë. Lexoni janë kretë për një parti e pi Vlen. Vleni e zdreti me i qimet 3 veçarë. Të në espinë supe njën me një shqiptare mbajsit ljash në knaqin e shqiptarëve kanë më qenë. Të në dhënë. Mickovski e në Nikolovski, vetëm e shëtetin me bateri lëllau shqiptarët të qeveri. Bashkimi Evropian tha para një muaj, Rusia nëpërmes Serbisë është në North Makedonia. Asnjë investim kapital për 3 vjet në Tetov. Thojnë bëjnë udhë muhalla pi 400 metra asfalt e në shkolla, po ato bëhen o Lenas të sheshët. Pi taksave të qytetarëve që mlidhen, jo pi kredive të bankave si në Maqedoninë tjetër. Andaj kitë me kreditë që i pagujmë ne. Kuptohet? Sepse neve në llogarisim pjesë e Maqedonisë vetëm për të mbledhur taksa, kur është për investime, ja. Pra, do pagujmë kamata e ne ama në colët e colëve tonë. Apim të bëjmë Maqedoninë tjetër me autostrada. Po, o vlenistët e sheshët, o Nikolovski sheshët, autostradat ka rregull, do të kenë mbulesë në studim fizibiliteti, arsyeshmërinë ekonomike, pse ndërtojnë. Kthimin dhe fitimin e investimit, pra, investimi ka fitimin llogari. Na ne, me 2-3 limuzina në sahat që ka përcim, asnjëherë. Në Tetov e në komunën e ministria kanë morë si të nosën si aba e kanë fshojnë sobën të bëjnë shkolla, çdo gjë tjetër. Ky Dilberi, kryetari i komunës, shet vakëfet. E në vendet që hala presën e gjykata zgjidhje, sepse atë ku veç katë ndërtome nuk mund mirë thot ligji. Po që ndodhe këtë, ka ndodhur në Tetov kjo. Nuk është ashtu. A ditë që preshet ai objekt ose ajo fabrikë pronarë të vërtet kanë të drejtë të kthejnë tokën urfundi. E ne kini pronari i ri, gjeve ka dhënë poshtë zashtë komuna metrin katror, është ballafaqja me sudin, ndalë, stopu ka thënë sudin. Në është dashtë të paguje me marrëveshje pronarëve të rartë. E dije në shumën, se me kanë tërgu vetë këta pronarët e rartë, për janë nacionaliteti. Ja, Musa, kanë ndodhë kjo në Tetov, ama kanë nacionalitetit qëtër, e di shumë merë Bilal Kasami për e trakët, e në bëhë toshë. E në hala vazhdojnë. Kitë bëhen me marrëveshje me Nikolovski ministrën e transportit, a i bën ndrimin e tokave me ndërtus. Plus shkoj përëzinë këto në Shqipni për t'i mbëllau rëzëllëkët e vetë këto në Nord Macedonia, unë them. Amirëtinia e Tetovës rejtë trakët. E trakët në është kandinerë amin. Vetëm zullumi për të rësaj plasën. Next, Nord Macedonia. Dhe gjohet sa i menë shumë. Mirë po. Çfarë të bëjë Shqipëria ka shpallur në ngradë? Punë të regojnë. Shteti shqiptar nuk deklarohet, por unë do uftoj që të ndiqni një deklaratë skandaloze të Izzet Megjitit për korridorin 8. Nuk kam pasur mundësi deri tash që ta gjej, e kam ditur, por tash sot më ka rënë në dorë. Unë e shoh që promovojnë dhe bëjnë punësime të korridorit, timi punësime, po harrojnë që bizneset që mirë me ndërtimtari, punëtorët po i sjellin nga Turqia, po i sjellin nga Lindja, sepse nuk ka punëtor sektori i ndërtimtarisë e tjera. Pra këto janë situatat të cilët jo vetëm për politikë vitore, po duhet të shqyrtojnë domethënë seriozisht edhe duhet të bëjnë balancime. Unë nuk jam për të ndërtu korridorin edhe për shkull 2 miliard aty, sepse ajo sjell zhvillim turizmit, zhvillim ekonomik. Po ama, nëse është trendi i ikjes kështu i të rrive, kujt do shërben e korridorin? Romonëve që do kalojnë nëpër Maqedoni, për Itali, bullgarëve, turqëve, sepse këtu është domethënë nuk flas për vrapçishin që është përgjithësuar, por komunat tona janë të përgjithësuar. Mandej me standardin domethënë me këtë inflacion, me këtë rritje të çmimeve, nuk do të kenë as mundësinë të lëvizin domethënë projektuar deri në Shqipëri me këtë standard vjesor. Duhet bëhet pra balancimi kur ke një situatë të tillë alarmante, pra ikjes së rinisë, ikjes së qytetarëve, minimumi gjysma të investimeve është të shkon për rritje të rrogave, sektorin privat, rritje të rrogave, sektorin publik dhe shtetëror, që të jetë një motiv më tepër për përqendruar pra në këtë vend. Unë e shoh që promovojnë dhe bëjnë. Po pra, e pa parë, deklaratë më skandaloze nga Izzet Megjiti unë nuk kam dëgjuar, nga dhe një shqiptar në Skënderberin. Ky ishte kundër korridorit 8, kur ende nuk ishte në pushtet qendror. Dhe përmend disa gjëra që unë non stop i theksoj. Izzet Megjiti sheshet. Po çfarë po ndodh në Maqedoninë tjetër? Ai po bën autostrada gjithandej.
Ku është efekti ekonomik i autostradës? Është edhe efekti monetar. Atje nuk pengon që ndërtohen. Nuk pengon që në korridorin 10A janë njësoj të huaj, nuk janë nga Maqedonia. Tash. Çfarë do jash? Kogo e mnogo e. Pra, ky vërtet e kërkon. Dhe ishte sot në Shkup edhe Marta Kos. Pse Marta Kos vjen në Shkup si shpesh? Ajo është bashkëbiseduesja kryesore për Maqedoninë. Pse vjen? Unë do mundohem që të tregoj se pse vjen. Opinioni në Maqedoni priste që deklaratat e vetë lavdëruara të qeverisë Nikolovski dhe Vledsa është e para në region, ose ndër tre të parë në gjitha sferat e zhvillimit, si politike ekonomike të zënën, por rezultuan si PR dhe të huqëra, edhe po i kthehen bumerang. Maqedonia e Veriut priti të fundit qershor të vitit 2026, i priti me datë 07/07/2026. Me raport shqetësues për zhvillim ekonomik nga Fondi Monetar, tek pasojnë raportet qera katastrofike, po sërish lidhur me marrëdhënien rrethmike në RMV, investime kapitale vetëm në regionin një nacionale dhe me një realizim, ndërsa në regione me etnicitet të përzirë, mbase përfundim vetëm me një letër pas 4 vite, afërsia me shtetet fqinje vetëm me Serbinë, me pozitivitet me Bullgarinë dihet. Korridori 8, ndryshimi trases, opozita akuzon për kapje të gjithësorë. Edhe Kosova para Maqedonisë merrni me mend, edhe LSDM sot e thot pak më vonë. Pra, Marta Kos pa viziton shpesh Shkuprin sepse Bashkimi Evropian e konsideron këtë periudhë vendimtare për procesin e zgjerimit. Vizitat e saj kanë disa qëllime kryesore. Të ushtrojë presion diplomatik që qeveria të vazhdojë me reformat dhe mos u mbas momentumin, të nxjisë zgjidhjen e pengesave që bllokojnë hapjen e kapitujve të negociatave, veçanërisht çështjen e ndryshimeve kushtetuese që lidhen me marrëveshjen me Bullgarinë. Të dërgoj sinjal se BE është e gatshme të ecë përpara me vendet që përmbushin kushtet për jo të ndryshojë kriteret për asnjë shtet. Deklaratat e saj se ata i përmbushin obligimet e tyre përparojnë, ndërsa ata që nuk i përmbushin mbeten brapa, është një mesazh i drejtë për drejtë. Ajo nuk kupton se BE nuk do të heqë dorë nga kushtet e vendosura dhe se përparimi i Maqedonisë së Veriut varet nga zbatimi i tyre. Nga ana politike, vizitat e shpeshta mund të interpretohen edhe si shenjë se Brukseli është i shqetësuar për ngadalësimin e procesit të integrimit. Nëse gjithçka do të ecë sipas planit, nuk kishte nevojë për kaq shumë angazhim politik në terren. Prandaj prania e shpeshtë e komisioneres është një përpjekje për të mbajtur gjallë dialogun dhe për të shmangur ngecjen e vendit në procesin e antarësimit. Megjithatë, vizitat e saj nuk nënkuptojnë se antarësimi është afër ose i garantuar. Vendimet për hapjen dhe avancimin e negociatave merren nga të gjitha shtetet anëtare të BE-s dhe varen nga përmbushja e kritereve dhe konsenzusi politik mes tyre. Dhe a dini çfarë tha sot qeveria e Maqedonisë? Do marrim nga BE fonde. Dhe a dini pse BE fonde në këto? BE ka dhënë fonde të tilla edhe kur nuk ka qenë në BE Bullgarisë, ka dhënë fonde të tilla kur nuk ka qenë në BE edhe Rumunisë, i ka dhënë edhe Kroacisë, vetëm në arsyetim që t'i mbaj në drejtim të Evropës, jo të ikin nga Rusia dhe Kina. Këtu është poenta. Pra, çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh në këtë shtet? Vetëm. Dhe asesi nuk ka një serim. Pra, Maqedonia për 3 vite buxhetin e ka nga 5 miliard parafrasisht 15 miliard. Ku janë parat? Hadi që pas kanë paguajtur, tha kryeministri këtyre ditëve, pas kanë paguajtur 4 miliardë se disa. Ku janë 11 të tjera? Ku janë? Ne nuk kemi duke pa. Apo ato që thonë mediat bullgare i kanë në për firma të ndryshme në për Bullgari. Po. Të gjitha mediat bullgare pasa të mund shkruajnë për shkak të asaj kontestet që kemi me Maqedonia me Bullgari. Por këta janë të gjithë me Bullgarinë. Çfarë nuk do gjosh. Pra, Maqedonia ka një qasje krejt ndryshe me disa shtete fqinje, krejt tjera në pjesë të tjera. Pra, Kosi në Shkup e tha janë bërë reforma, por përsëri vendi duhet të bëjë ndryshime kushtetuese të miratojë kodin zgjedhor. Dhe LSDM-ja dal me një deklaratë në mbrëmje, pasdite, dhe thot qeverisë Vëmërovlen, gënjeshtrat për ekonominë e tretë në Evropë i hodhi poshtë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Madje edhe Kosova është para nesh. Minuta më parë filloi të qarkulloj një deklaratë e Albin Kurti që thotë do marrim rreth 30 milion euro nga Bashkimi Evropian këtyre ditëve. Pra, gënjeshtrat e Mickovskit se Maqedonia është ekonomia e tretë në Evropë, i ka demantuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, thotë LSDM. Maqedonia në 5 vite të ardhshme nuk do të jetë ndër 5 ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Evropë. Në raportin e fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia maqedonase deri në vitin 2031 do të ketë një rritje mesatare për 3%. Pra,
Se me thot, para ne shënditën Shqipëria, Amerike për 3.90, Moldavia, Serbia me 3.5, Ukrajina, Kosova çak me 3.95. Ndërsa ajo është veç ditë me Malta është e para me 3.96. Kjo është e vërteta. Gënjeshtat e Mickovskit dhe Nikolovskit, së Maqedonia është lider ekonomik në Evropë, nuk kalojnë më, në pasaron. Pra, vërteta është se ekonomia maqedonase ndodhet në një gjendje katastrofale. Me Mickovskin, ekonomia do vazhdoj të fundosë dhe qytetarët do përballen me një jetë dhe më të vështirë dhe më të shëtë. Rritja e deficitit buxhetor nga 3% në 4.1% është vetëm një derë hapur për borxhe të reja e të shtrejta mbi kurrizimin e qytetarëve. Kuptoj. Borxhi i brendshëm rritet në 39 miliard denar, nëse jashtëm në 101 miliard denar. Kjo do thotë se deri në fund të vitit borxhi publik do të kalojë 61.5% të prodhimit të brendshëm brut. Për vetëm 2 vjet kjo qeveri ka krijuar një borxh të ri për 2 miliardë euro, duke e çuar nivelin e borxhit publik në gati 11 miliardë euro. Thashëm pak më parë, 11 miliardë ku janë? Dhe këto nuk janë para për masën e ofertë të qytetarëve, por një pagë minimale për 600 euro apo për projekte kapitale, këto janë para për të nder kriminal të Mickovskit dhe organizatës së tij kriminale vëmëros. Ministri e Financave thotë Lësëmia kishte paralemruar se shumë vende evropiane mund të falimentohen. Me këtë ritëm të uhamarrjes, për fat të keq edhe Maqedonia po shkon drejt falimentimit. Nuk pam se në një shtet evropian falimentoi. Me këtë pushtet Maqedonia rrezikon të mbetet në fund, jo sepse nuk ka potencial, por sepse kjo qeveri nuk ka strategji zhvillimore. Okej. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tepër. Maqedonia ka edhe halle të tjera, nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm kjo. Pra, thamë edhe mbrëm se Fondi Monetar Ndërkombëtar grush politik ka thënë Mickovski dhe Nikolovski. Ta di nuk durohesh. Vërtet nuk durohesh. Ama dhe vleni nëpërmes të Izet Mexhitit, Bilal Kasamit dhe Bekim Sali nuk durohesh. Jemi para, të parët, bile edhe para Shqipërisë. Dhe doli se Shqipëria është në vendin e 6, MV e 8, Kosova e 2. Kjo është realiteti. Kjo është realiteti. Okej. Nuk është okej, por më vazhdojmë me të. Pra, reformat nuk janë duke u bërë në kodin zgjedhor, ka përplasje edhe në parlament edhe çdo kund tjetër. Pra, Maqedonia, mbi të gjitha dhe Levica theksoi sonde se do ishte mirë që të delet në një njësi zgjedhore. Mirë po thot, kjo pengon partive si LSDM dhe VMRO dhe Progres. Okej, nuk është okej, por unë këtu tani nga dalë po ju përshëndes, sepse vërtet çdo gjë tjetër në Maqedoni ka ndarje në aspektin e politikë bërjes që janë në pushtet të VMRO dhe Progres nga njëra anë dhe heshtjes totale të vlerën nga ana tjetër e cila në thojza. Atë dhe sot theksoj edhe me Vlana Ademi, i cili nuk i ra rastet të përmendet aq shumë, sepse krijon probleme të tjera. Nga premtimi për një javë të pritja mbi 6 muaj provimi i respondencës nuk duket askund në Shqip. Iniciatori protesta për të drejtën e dhënies së provimit të respondencës në gjuhën shqipe me Vlana Ademi ka reaguar sërish premtuan zgjidhje për një javë. Tani thot 6 plus muaj. Ndërkohë gjëratat të tjera juristësh po diplomohen pa mundësinë të hapen provimin në gjuhën e vet. Çdo muaj vonet qendra të rinj presin. Dhe zgjidhja e re, gjysmë shqip, gjysmë maqedonisht. As na pyetën as e pranojmë. Gjysmë provimi nuk është gjysmë e drejtë, është e drejtë e mohuar. For shqip po tej. Dhe. Mezi se presur me datën 13 të kaloj ministri i ri i jurisprudencës, i drejtësisë dhe atëherë do keni muavete shumë interesante. Sa përket mua Mesut Shabanit kaq. Dëgjohemi nesër në Roma. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.